Në një nga koncertet e tij të fundit, artisti i njohur Gjesti dhuroi një nga momentet më të ndjera të karrierës së tij, duke prekur zemrat e publikut. Gjatë performancës, vëmendja e tij u përqendrua tek një djalë me aftësi të kufizuara, i cili ndodhej në karrozë dhe nuk fliste apo lëvizte. I prekur thellë nga prania e djaloshit, Gjesti zbriti menjëherë nga skena, ju ofrua me respekt dhe dashuri, e përshëndeti dhe i dhuroi një nga gjërat më personale, varsen që mbante në qafë. Ndoshta nuk është shumë e shtrenjtë, por është e imja dhe është për ty, i tha Gjesti teksa preku të gjithë publikun që ishte prezent. Momenti kulmoi me një përqafim të ngrohtë dhe me fjalët plot emocion të artistit, Zoti të ruajt, përpara se të shpërthente në lot, ndërsa publiku e dorëtërkiste me emocion dhe respekt atë, një gjest i vogël por me peshë të madhe, që tregoi se muzika shkon përtej skenës dhe se zemra e një artisti ka fuqinë të prek jetët e të tjerëve. Nga ky veprim i Gjestit, vëmë re se votat e shqiptarëve kanë shkuar tek një njeri që e meritonte më së shumti fitoren, si për zemrën e tij, por edhe për lojën që krijoi brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri.